Të nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në këtë takim të përditshëm në muajin e begatë Ramazanit, në muajin e shërimit. Do të flasim sot për disa shkaqe dhe shenja të syefajsisë. Si të kuptojmë që ndoshta kemi rënë në syefajsi ose si të mbrohemi nga syefajsia. Të kuptojmë sa e rëndë dhe sa problematike është syefajsia, e cila shpesh i shkatërron ato vepra për cilat kemi derdhur mund dhe ndoshta aspirojmë shpërblime të mëdha, po duke u përfshirë nga syefajsia, ato humbin vlerën dhe kthehen në dëmin tonë. Dhe për të njohur me këtë temë, ne kemi kënaqësinë që sot dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahad Dërguti. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Hoxh, nëse flasim për syefajsinë, shpesh njeriu në natyrën e tij e ka të tillë që e pëlqen duartrokitjen e të tjerëve, mendimin e mirë të të tjerëve. Po si ndikon kjo te syefajsia, veçanërisht në raport me adhurimet? Allahu shpëlbef, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syefajsia, pra ashtu siç edhe përmendet, është një smundje e fshehur, e cila jo çdo herë është e dukshme dhe jo çdo herë robi ka mundësi ta identifikojë. Prandaj është tepër e rëndësishme që ti hulumtojmë për le të themi shenjat apo gjurmët e saj në veten tonë. Nëse adhurimet tona bëhen në atë mënyrë që dallojnë kur i bëjmë në vetmi dhe kur i bëjmë në prezencë të tjerëve, kjo është një shenjë forte e syefajsisë. Prandaj duhet patur kujdes tepër të veçantë që mos të bimë në syefajsi, meqense është në njëjtën kohë përveç që është smundje e fshehur, është edhe shkatërruese e veprave. Pra, kushdo që kryen vepra me qëllim që ta kënaq dikë tjetër, jo Allahun e madhum, ashtu siç thonin pra të parat tan nga tabiinat dhe pastaj para tyre dhe sahabët e mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush i cili i bën veprat me syefajsi, në fakt ka bërë vepra për dikë tjetër, jo për Allahun e madhum. Rrjedhimisht vlera e tyre është e barabartë me zero, pra nuk e përmbushin qëllimin për cilin bëhen vepra. Gjithashtu adhurimet pra në tërësinë e tyre janë monedhë për të marrë apo për të blerë gjërat e botës tjetër, jo gjërat e kësaj bote. Prandaj nëse me monedhë të gabuar përpiqemi të marrim produkte të gabuara, jo të dukura, padyshim që do të jemi të bankrotuar në të dy anët. Ndërkohë, shpesh nuk duam që të tjerët na kritikojnë, madje nuk duam shpesh as që dhe të na këshillojmë. A është ky një tregues se kemi probleme me syefajsin? Gjithsesi, sepse prej cilësive le të themi thelbësore dhe të pandashme të një besimi të drejtë dhe të plot është edhe dëshira për të pranuar këshilla dhe për të dhënë këshilla në njëjtën kohë. E kujtojmë këtu një surën Kaptin, cilën besoj që shumica e besimtarëve e dinë, që është surja Asr, pra mes të tjerash, kur Allahu i madhnuar përmend pra le të themi gjendja normale të njerëzve, e që është humbja, thot inel insana lafi khusr. Pra njeriu është në humbje. Pastaj bën një përjashtim. Dhe në përjashtim i numëron cilësitë e atyre që nuk janë të humbur. E mes tyre është edhe watawasau bil haqqi, pra edhe e këshillon njëri tjetrin për të mirë. Momenti kur besimtari refuzon që të marrë këshilla, apo edhe nëse nuk refuzon hapur, po thjesht ndjehet sikur s'ka nevojë për këshilla, sikur se ato janë të tepërta, sikur le të themi e lëndojnë sedrën e tij kur dikush i drejtohet me këshilla, në këtë moment le ta di që është i prekur nga kjo smundje, e pastaj sa thellë ka kapluar kjo smundje, sa shumë e ka prekur kjo smundje, është analizë që duhet të vazhdoj edhe ta shikoj zemrën e tij. Pra, nëse themi se një zemër e mbushur me iman, me besim të lartë, është një zemër e cila është mbrojtur ndoshta nga syefajsia ose së paku nuk i interesojnë shumë opinionet e njerëzve dhe kundërta, një iman i dobët shpesh është në ankth për të ditur se sa opinion të mirë kanë njerëzit ose sa e pëlqyen një vepër ose një tjetër. Pra, lidhet në mënyrë drejt për drejt me imanin, me besimin kjo si vepër? Po, pra, i lirë sepse
dikush i cili e njeh mirë Allahun, e njeh mirë Zotin e tij, do ta njohë gjithsesi mirë edhe shpërblimin e Zotit, pra atë që i ka premtuar Allahu i Madhnuar. Në moment që ti e kupton realitetin e shpërblimit që merr, duke filluar edhe nga kjo botë, lëre më për shpërblimet e botës tjetër, nuk ka mundësi që ti këmbesh ato të mira me të mirat e përkohshme që mund t'i marrësh me lëvdatët e njerëzve, me pëlqimin e tyre, me, le të themi, vërejtjen e tyre mbi realitetin tënd apo përkushtimin tënd që ti mund ta tregosh në ndonjë prej adhurimeve dhe me këtë përkushtim e kërkon pra miratimin e njerëzve. Kjo pastaj ndoshta nga ana psikologjike mund të trajtohet edhe në mënyra tjera, sepse dikush që ka nevojë për secilin vepër të tij të marrë duartërokitjen e tjerëve, miratimin e tyre, pëlqimin e tyre, kjo ka dhe smundje tjera, mirë, po ne jemi të fokusuar në aspektin fetar, e që është tejet e rëndësishme që besimtari ta lidh zemrën e tij me krijuesin e tij, me Zotin, në dorën e cilit janë thesartë e qiejve dhe tokës. Pra, çfarëdo që ti mund ta, le të themi, aspirosh, ta kërkosh, ta presësh prej të tjerëve, ndërkohë me një adhurim të caktuar, ndërkohë që e di që në duart e Zotit janë thesartë e qiejve dhe tokës, ti ke trokit në adresë të gabuar, në derë të gabuar. Për këtë është shumë e rëndësishme që besimtari të lidh zemrën e tij me Zotin e lartësuar. Të parat të mirë thoshin që vërtet është i mjerë një njeri i cili me veprat e botës tjetër kërkon të arrit mirat e kësaj bote. Madje transmetohet prej Ibn Muhajrizit, Allahu mëshiroft dhe Allahu qoftë i kënaqur me të, një tabiin i shquar, i cili kur shkon tek një robaqepës për të blerë një robë të caktuar dhe aty e gjen dikë i cili ishte me robaqepsin. Robaqepsi nuk e njihte këtë tabi të madh, këtë dietar të kohës së tij, dhe i thot ky njeri që ishte tek robaqepsi, ky është Ibn Muhajrizi, pra ke kujdes me si sillesh me të dhe pra ofroj produktet me çmime të lire, më të mira kështu me radhë. Atëherë domethënë irritohet nga kjo dhe thotë unë me veprat e mia, pra apo adhurimet e mia në këtë pikë nuk synoj të blej gjërat e kësaj bote dhe largohet nga ai vend. Pra nuk është prej, le të themi, zgjuarësisë që besimtari të shpërderoj momentet e tij që i ka me Allahun e Madhnuar, ta sakrifikoj raportin e tij me Zotin e lartësuar për të marrë miratimin e dikujt tjetër apo duartërokitjet e njerëzve. Ndonjëherë ndoshta edhe nuk jemi të vetëdijshëm kur përfshihemi në syfaqësi dhe nuk jemi të kthjellët. Dhe njeriu ka shumë motive për të lëvizur, për të bërë adhurime ose edhe vepra të mira. Ndonjëherë, edhe pse motivi i vetëm dhe kryesor do të jetë hatri i Zotit, po ndonjëherë ndikon atmosfera, ndikon motive të tjera ku përfshihen dhe janë shkak pse e bëjmë një veprim. A na duhet një kthjellësi, qartësi e njëjtit përpara se ta bëjmë një veprim, pra duhet që fillimisht të ndalemi së paku disa momente tek njëjti përpara se të përfshihemi në një vepër? Allahu shpërblet. Po pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe është hadith i njohur, besoj që shumica e shikuesve besoj kanë dëgjuar ndoshta në këtë emision duke u përsëritur, që është innamal a'malu binniyat, vërtet veprat vlerësohen në bazë të qëllimit të tyre, pra niyetit të tyre, objektivit që e ka robi me një vepër të caktuar. Gjithsesi duhet përpiqet që secilën vepër që e bën ta ruaj në mënyrë që mos të ndikohet nga syfaqësia në mënyrë të përvjedhur. Mirë, po për aq kohë se niyeti është i shëndosh, edhe nëse bëhet vepër hapur, nuk ka ndonjë peshë të madhe, le të themi. Prandaj edhe i shohim dy shkollat, le të themi, tek të parat tanë të mirë dhe pastaj kjo ka vazhduar edhe deri në ditët e sotit. Pra është një shkollë e cila thotë që bëje veprën të cilën ke synuar ta bësh, pavarësisht nëse janë aty njerëzit apo nuk janë aty njerëzit. Tregohet që një tabi kur e pyetën dhe i thanë që dikush i tha e kam falë namazin dhe e kam shiju shumë. I tha pse e ke shijuar kaq shumë? Thot për shkak që isha i vetëm dhe nuk isha në prezencë të njerëzve. Atëherë ky i thot zemra jote qenë ka e dobët. Meqense edhe pse është në kontekst pozitiv, për aq kohë sa i ke menduar njerëzit, mos prezencën e tyre, sërish e ke lënduar atë kualitetin e adhurimit. Apo në anën tjetër Sufjan al-Thauri, i cili përfaqëson një shkollë që duhet fshehur se cila vepër në mënyrë që të arrihet shpërblimi i plot, në mënyrë që sigurohemi që nuk preket nga syfaqësia. Prandaj në një rast e shikoj një nga shokët e tij prej tabinëve duke u falë një namaz tepër të bukur, tepër me përkushtim dhe i thot sa trim i madh që je, ke guxim që të falësh
në prezencë të njerëzve. Ndërkohë për vete thotë që unë nuk e kam këtë trimëri. Unë kur I bëj adhurimet fshehem në mënyrë që t'i ruaj nga suefatësia. Pra, nëse analizojmë secilin prej këtyre shkollave, le të themi, ajo që kthehet apo ajo që e bën dallimin është niyeti. Sa më I sinqert ti je, sa më I qiltër ti je me Zotin tënd, pastaj nuk ka rëndësi as të madhe nëse këtë e bën në prezencë të njerëzve, I fshehur nga njerëzit, nëse merr lajka, merr duartrokitje, merr lavdrime nga njerëzit apo edhe kritika. Pra shumë herë duke bërë, le të themi, duke e manifestuar fen, duke I manifestuar adhurimet në publik, ndonjëherë merr edhe kritika. Mirë po, besimtari I cili e ka niyetin e pastër për hir të Allahut lartësuar, ai nuk është që I bën shumë përshtypje vlerësimi që e merr nga njerëzit. Edhe pse muslimanët e parë ndërtuan civilizime, ndërtuan po themi erdhën me koncepte të mëdha në jetën e kësaj bote, për tyre buruan shumë zbulime të mëdha shkencore, në këshillat e vazhdueshme të dietarëve këshillohet një distancë e kërkuar me dynjan. Edhe pse kërkohet që të jemi më të mirët kudo, kërkohet në raport me zemrën një distancë. Përse kjo distancë është e nevojshme në raport me syfajsinë, me po themi këtë garën që shpesh përfshihemi dhe pa e kuptuar. Përmendet prap gjithsesi prap po I kthehem tabinëve, Allahu I mëshiroft, cilët thonë që zemra është e ndërtuar asaj që nuk mund t'i bëj vend dashurisë së paepur për ahiretin dhe dashurisë së paepur për dynjan. Sikur I ka dy dyer. Pra në moment që futet nga njëra derë dynjaja, nga dera tjetër vetëse ka ikur ahireti. Për këtë është tepër me rëndësi që besimtari ti kristalizoj objektivet e tij për jetën. Pra ne e dimë që Allahu I madhëruar na ka krijuar në mënyrë që ta adhurojmë. Ne duhet përpiqemi që gjithë jetën tonë ta organizojmë brenda këtij qëllimi, brenda këtij objektivi madhor. Pastaj detajet e vogla nuk është që kanë edhe aq rëndësi të madhe. Për aq kohë sa nuk e humbim nishanin, le të themi, rrugën tonë, pra synimin tonë dhe jemi të qartë në objektivin tonë, veprat të cilat të vogla, përditshme, detajet të cilat e mbushin jetën tonë, nuk është që e bëjnë ndonjë dallim të madh, nuk është që e bëjnë ndonjë diferencë të madhe në le të themi në atë rrugtimin tonë drejt Allahut të Madhëm. Prandaj është tepër e rëndësishme që kjo tjetë në fillim dhe mbarim të secilës analizë që besimtari e bën për veten e tij. Gjithashtu, pra nëse këtë e ka të qartë, atëherë nuk mund të jetë I dashuruar pas dynjas. Mund ta përdor dynjan si mjet për të arritur ahiretin, sepse e tillë është dynjaja, pra duhet përdoret si mjet, nuk mund të shndrohet si qëllim në vete. Aq më pak që ahireti të shndrohet në mjet për të marrë të mirat e dynjas. Meqense dynjaja, pra e dim ka joshje të ndryshme, mirë po të gjitha janë të përkohshme. Në raport me suefatësinë, pra me temën tonë, nëse e marrim këtë pjesë dhe këtë përmbajtje, e shohim që suefatësia është rezultati I dashurisë së robit për dynjan, sepse nëse do të pavarësohej nga kjo dashuri, atëherë nuk ka se si le të themi ta shes gjën më të shtrenjtë apo monedhën e tij më me vlerë që I duhet në botën tjetër për të marrë le të themi, sepse suefatësia fundet krye është thjesht dëshira për të marrë miratimin e të tjerëve, lavdatat e tyre kështu me radhë. Pra nuk ka mundësi që monedhën e tij më të vlefshme ta jap për të marrë diçka e cila nuk ka asnjë vlerë. Madje siç përmendet prej dietarëve të mëdhenj edhe duhet më falin edhe shikuesit edhe ju ndoshta për shembullin që do ta marr, thonë që nëse një njeri ka në dorën e tij ndonjë yndyrësi, ndonjë ashqitje le të themi, dhe gjithë të tjerët I thonë është gjë e mirë, është gjë e bukur, I mençuri nuk do ta merrte dhe ta hante këtë pjesë, sepse fakti që të tjerët e lavdrojnë, fakti që të tjerët thonë fjalë të mira, nuk janë ndryshojnë realitetin e saj. Kështu është edhe me besimtarin dhe me veprat e tij dhe me zemrën e tij, me niyetin e tij, me imanin e tij. Pa marrë parasysh lëvdatave që I merr nga njerëzit e tjerë, pa marrë parasysh duartrokitjeve të tyre, pa marrë parasysh miratimit të tyre për veprimit që I bën. Nuk e ndryshojnë realitetin e tyre. Tregohet gjithashtu prej një tabini tjetër I cili pasi e kreu namazin dikush I tha mashallah sa namaz të bukur ke bër. Ky I thot ku e di ti ku e kam pas zemrën unë gjatë namazit.
Pra është tepër me rëndësi që besimtari veprat e tij të organizojë asisoj që të kërkojë kënaqësinë e Allahut të Madhënum. E kjo pikë së pari pra bëhet duke i dhënë prioritetin apo duke caktuar në radhë prioritare atë dëshirën për të marrë të mirat e botës tjetër, e asësi të lidhet për të mirat e përkohshme të kësaj bote. Sëmundjet shpesh lidhen me njëra tjetrën, madje shpesh shkaktojnë sëmundje zinxhir në një farë mënyrë dhe simptoma zinxhir. Si lidhet egoja, egoizmi, mendjemadhësia me syfajsinë? Ka një lidhje tepër të ngushtë edhe të çuditshme. Pra, një njeri egoist dhe mendjemadh nuk mund ta paramendojë që mund të bëj veprat pa syfatsi. Pra nuk mundet që dikush i cili e madhështon veten, pra e shikon veten mbi të tjerët, e shikon veten sikur më të madhin mes njerëzve të tjerë, t'ja lejoj vetës apo t'jetë komod që pastaj veprat t'i fshej prej njerëzve. Prandaj nuk shohim ndonjë mendjemadh i cili ka mundësi që veprat i bëjë në mënyrë të sinqertë. Gjithashtu, edhe nëse e kthem nga ana tjetër, secili i cili bën veprën për ta kënaqur dikë tjetër, ka pjesë të mendjemadhësisë dhe egoizmit në veten e tij. Pra, nëse çfarë do lloj adhurimi e kryen me qëllim që marrësh lëvëdhatët e njerëzve, atëherë kjo është shenjë e një lloj mendjemadhësie që ndoshta edhe ke të fshehur në zemrën tënde. Pra, është megalomania e cila njeriu e ndjen për veten e tij, është madhështimi që i bën vetes, sepse ai nuk do që në sytë të tjerëve të nënçmohet. Ai nuk do që në sytë e njerëzve, kur themi të tjerëve, kemi për qëllim pra njerëzve, shoqërisë, familjes, kolegëve në punë, kështu me radhë, që të njolloset, edhe pse ndoshta me drejt do të duhej të njollosej. Po kjo do të thënë a ka drejt apo s'ka drejt, kjo pastaj është në radhë të dytë, të tretë apo edhe krejt e parëndësishme, pra nëse besimtari apo njeriu në radhë të parë, pra është i vëmendshëm dhe i jep pra prioritetin e duhur që raportit të tij të cilin duhet ta mirëmbajë me Allahun e Lartësuar. A mund të ketë një moment kur ne ta kuptojmë se jemi tërësisht shpëtuar nga syfajësia, apo gjithmonë meraku për syfajësi duhet të jetë prezent brenda zemrës së besimtarit? Domethënë nuk është i sigurt nga syfajësia, veç ai i cili është i zhytur në detin e syfajësisë. Pra s'ka mundësi besimtari që të ndihet i sigurt deri në çastin e fundit nga syfajësia. Prandaj gjejmë nga sahabët prej tyre Aisha, nëna e besimtarëve, në momentet e vdekjes thoshte më mirë do të ishte që unë t'isha gur, apo dru, apo pem, apo kështu me radhë, në mënyrë që të mos jepja llogari në ditën e gjykimit. Madje njëri prej tabiinëve, Allah mëshiroft, Fudail ibn Iyadi, i cili pra njihet sikurse adhuruesi i dy haremeve, pra adhuruesi i Mekës dhe Medinës, në një rast kishte thënë që nëse do duhej të betohesha, më me kënaqësi do të betohesha që jam hipokrit sesa që s'jam hipokrit. Pra, jo për shkak që e dinte me siguri që është hipokrit, apo jo për shkak që nuk përpiqej të pastrohej nga hipokrizia dhe syfaqësia. Mirë po, për shkak të fshehtësisë që e ka kjo smundje në zemrën e besimtarit. Dhe deri në momentin e fundit, madje deri në takimin me Allahun e Madhënum, ne nuk e dimë se si do t'i vlerësoj Allahu i Lartësuar veprat tona. Prandaj është tepër me rëndësi që të kemi kujdes, të jemi sa më të qiltër dhe të bëjmë përpjekjet tona, dhe pastaj gjykimi është në dorën e Allahut të Lartësuar. Kjo nuk do të thotë që besimtari të jetojë gjithmonë me frikë, gjithmonë të jetojë me atë shqetësimin edhe ankthin që asnjë vepër cilën e bën nuk ja pranon Allahu i Madhënum, sepse kjo është mendim negativ dhe mendim i keq për Zotin e Lartësuar. Mirë po do të thotë që të ketë kujdes. Pra kërkohet kujdes i madh për ta ruajtur raportin e tij me Zotin e Lartësuar, dhe ky raport mos ndotet, mos përlyhet me syfaqësi apo me qoftë edhe nëse është dëshirë shumë e zbehtë, spaku pra për të marrë një lloj, le të themi, duar trokitje të vogël në një pëlqim nga njerëzit që e rrethojnë. Ne kur kemi shqetësime ose sëmundje konkrete në trupin ton, e lutim Zotin që të na shërojë nga një problematikë e caktuar gjatë kohës që vuajmë prej saj. Me sa kuptohet, ne duhet që të lutemi vazhdimisht
që Zoti të na ruaj dhe të na kuroj nga syfajësia, sepse ajo mund të na përfshijë gjatë gjithë kohës tonë. Pra, duhet në mënyrë të kultivojmë atë stresin pozitiv për të qenë sa më kualitativ në veprat tona. Të lumt, Ilir, pra është nevoja e besimtarit që gjatë gjithë kohës të drejtohet Allahut Madhënuar me lutje që t'i ruaj veprat e tij, që ta bëjë të sinqert, që t'ia përmirësoj niyetin në vazhdimsi. Madje nëse marrim edhe surën e parë për Kuranit El-Fatihan, në mesin e saj është pas lavdërimeve që i themi për Allahun e Madhënuar, themi iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, e nëse ndalemi tek pjesa iyyake na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Kjo nuk kupton që në adhurimet tona nuk ka hise askush tjetër përveç Allahut të Madhënuar. Kjo akoma më shumë, le të themi, nënvizohet dhe merr vlerë akoma më shumë kur e dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregon se Allahu i Madhënuar ka thënë që un jam më i pavarur se sa të kem nevojë për ortak. Në moment që një vepër bëhet me syfaqësi, që bëhet edhe për dikë tjetër, jo vetëm për Allahun e Madhënuar, nënkupton që i kemi bën një lloj ortakërie Allahut të Madhënuar. Prandaj syfaqësia shumë prej dietarëve cilësojnë dhe thonë që është shirku i vogël, jo për ta ulur shëmtinë e saj, meqense ndonjëherë kur e dëgjojmë fjalën i vogël, duket sikurse është diçka e parandësishme, mirë po për të arritur shëmtinë e saj, sepse shirku është mëkati më i madh që mund ta bëjë njeriu. Është karakterizuar tek pjesa më, po themi, më e rëndë e humbjes që mund t'i ndodhë një besimtari, pra është një lloj shirku. Pra është një lloj shirku, pra. Mirë po thuhet shirku i vogël, meqense nuk është përjashtues automatik pa disa, le të themi, tipare të caktuara të cilët i përmendën dietarët nga besimi, sepse shirku të përjashton, pra ta zhvlerëson secilën vepër. Po në njëjtën kohë dhe syfaqësia ti zhvlerëson ato veprat për cilën ke treguar syfaqësi. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari ta ketë këtë vetdije dhe që gjatë gjithë kohës të lutet Allahut Madhënuar që ta ruajë nga syfaqësia. Madje Allahu i Madhënuar në Kur'anin Fesnik e përmend thotë që një fjalë e mirë, një fjalë e thënë e mirë është më e mirë se sa një lëmosh e madhe e cila pasohet pastaj me mburje, me përmendje. Mburja dhe përmendja është gjithsesi prej syfaqësisë, prej dëshirës së njeriut për t'u lavdëruar për një adhurim që e ka kryer. Prandaj, besimtari duhet i lutet Allahut Madhënuar përveç surës El-Fatiha ku tekstualisht i drejtohet Allahut Madhënuar me zotimin që është duke adhuruar vetëm atë. Këto lutje duhet i shoqërojë në rukun e tij, në sejdën e tij, në fund të namazit, në kohën kur pranohet lutje, ti zgjedh këto momente për të bërë lutje më të rëndësishme, mes tyre më e rëndësishmja ndoshta mund të jetë për shkak të rrezikut që e ka kundërta saj është që ti dhuroj Allahu qiltërsi dhe ta ruaj nga syfaqësia dhe hipokrizia në tërësi. Shpesh ne kur mburemi publikisht e kuptojmë që kemi rënë në shumë sëmundje të zemrës, vetmburja është një sëmundje e tillë, por shpesh kërkojmë që ose synojmë një lloj mburje të tërthort, jo të drejt për drejt, duke menduar që e kemi ruajtur veten nga syfaqësia dhe nga mburja. A është kjo një nuancë e syfaqësisë? Gjithsesi, na ka rastis të dëgjojmë njerëzit cilët mburen jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Për shembull, thotë subhanallah, jam shumë i lodhur, gjithë natën brëm kam qëndruar zgjuar, pa e përmend ndoshta adhurimin, por që nënkuptohet, veçanti nëse është, le të themi, në momentet e adhurimit apo në vendet ku bëhet adhurimi, siç janë për shembull umrat që elhamdulillah janë shpeshtuar dhe besimtarët shkojnë vizitojnë ato vendet e shenjta dhe pastaj në mënyrë të tërthort ka dëshirë t'ia bëjë me dije tjetrit që e ka kaluar kohën në adhurim. Kjo është syfaqësi. Pra, pa marrë parasysh nëse e bën drejt për drejt, apo e bën në mënyrë të tërthort, në moment që ekziston dëshira tek ti. Pra, thelbi është çfarë mban apo çfarë fshe në zemrën tënde. Pra, Allahu i Madhënuar ka qasje në zemrën tënde, në niyetin tënd, në synimet e tua. Në moment që ti në brendësinë tënde, në gjoksin tënd, e fshe dëshirën për të marrë pëlqimin e tjetrit, nuk ka shumë rëndësi mënyra se si e bën këtë.
Prandaj e përmendëm në fillim që atëherë kur njeriu arrin që ta pastrojë jetën e tij, ta pastrojë pra synimin e tij, që të bëjë gjithçka për hir të Allahut të Madhëm, nuk ka rëndësi pastaj edhe nëse e shohin të tjerët, edhe nëse duart trokasin të tjerët. E njëjta është edhe këtu. Edhe nëse e bën pra, le të themi me një lloj dinakrie të sofistikuar, në mënyrë që të arsyetosh veten që nuk po e bëj për mburje, dije se Allahu i Madhënum i di sekretet e zemrës, i di ato që i fshe në gjoksin tënd, prandaj ke të bësh me Zotin që nuk mund t'i fshihet asgjë. Pra nuk ka diçka që mund t'i fshehesh Zotit. Nëse i ke këtë vetdije, atëherë nuk ka mjet të cilin mund të arsyetosh për ta përdorur në mënyrë që të marrësh për pëlqimin e njerëzve. Sipas studiuesve të psikologjisë, personat që publikojnë në rrjetet sociale në mënyrë të vazhdueshme, pothuajse gjithçka, veçanërisht selfiet, pra portretet veten, vuajnë nga disa çrregullime psikologjike, kryesisht së paku nga narcisizmi, ku duan që vazhdimisht qendra e vëmendjes të jenë ata. Mirë po shpesh këto publikime përfshin edhe bamirësitë tona, adhurimet tona, në situata kur këto janë në një dozë të shtuar. A është kjo një simptom e zemrës së prekur deri diku nga mburja ose nga syfajësia? Diçka që e kam dëgjuar tek hoxhallarët që japin shpjegime të mira në kohën tonë është që të parët tanë përpiqeshin tepër shumë në mënyrë që t'i fshihnin veprat e tyre. Tregoj për tabeinëve, kishte të atill cilët kur lexonin Kur'an, pra kishin mushafin e tyre, në moment që dëgjonin ndonjë zhurmë që i afrohej atyre, e fshihnin në mënyrë që të mos e shihte ai i cili po vinte për t'i parë duke e lexuar Kur'anin, mushafin, që është diçka shumë normale dhe jo e jashtëzakonshme, le të themi, për adhurimeve të jashtëzakonshme, por është diçka që besimtari duhet ta ketë në përditshmërinë e tij. Në anën tjetër, në kohën tonë bëhet gjithçka që të ekspozohen veprat. Dhe kjo është një, le të themi, emet apo e keq apo smundje e kohës për cilën duhet të kemi shumë kujdes. Ne nuk guxojmë të përfshihemi në këto lloj aktivitetesh. Rrjetet sociale pra i kam dhënë mundësi secilit të ekspozojë çfarëdo që ai ka dëshirë. Mirë po, gjëja më e shëmtuar ndoshta që mund ta ekspozoj është pjesën që do duaj ta ruante me, le të themi, me këmbgulje që ajo të mos i dilte para syve të njerëzve. E ajo është raporti tim me Allahun e Madhënum. Sa njerëz kanë lënduar raportin e tyre që do duhet ta kishin të shëndosh vetëm duke ekspozuar veprat e tyre, veçanti në rrjetet sociale ku pastaj bëhen të qasshme për të gjithë. Madje ekspozimi i informatorëve, i të dhënave në rrjetet sociale, përveç adhurimeve që tham në asnjë mënyrë nuk duhet të shfaqen, as pak e as shumë, pra edhe një postim është i mjaftueshëm për të konsideruar i tepruar në një moment adhurimi, në një moment kur ti kërkon kënaqësinë e Allahut, kur ti punon për të rregulluar raportet e tua me Allahun e Madhënum, e lëre më të shtohen këto të jenë në përditshmëri. Gjithsesi edhe postimi i fotografive, i jetës që e bën, pra gjërave të rëndomta, nuk është i shëndetshëm, mirë po ndoshta me ndonjë rast tjetër mund të trajtohet më thellë, mirë po është vërtet një emet e madhe e kohës sonë e që i është dhënë në dorë secilit. Prandaj besimtari duhet të jetë vigjilent dhe të mos bie prej këtij mashtrimi. Në këtë muaj të begat ka shumë adhurime që janë adhurime të përbashkëta, adhurime xhamatore, ku sekreti është gati i pamundur, po ndërkohë ka dhe adhurime të cilat bëhen në vetmi. Çfarë balance duhet të ndërtojë besimtari në këto ditë, në këtë muaj? Pra, duhet i kthehemi sërish niyetit, duhet të pastroj niyetin. Pra, ne e dim që prej adhurimeve më të mëdha që mund t'i bëjë një njeri është falja e 5 kohëve të namazit. Dhe mënyra më e mirë, spaku për burrat, për t'i falur këto namazet është duke shkuar në xhami. Shkuarja në xhami nuk mund të jetë sekret, nuk mund të bëhet në mënyrë të fshehur, mirë po bëhet në mënyrë të hapur. Prandaj besimtari në këtë moment nuk ka asgjë tjetër apo asnjë mjet tjetër për ta ruajtur këtë vepër, që dhe të jetë i çiltër me të në raport me Zotin e tij, vetëse përmes zemrës dhe niyetit të tij që e ruan në zemër. Prandaj veprat të cilat bëhen në mënyrë të hapur nuk ka pse besimtarit
përpiqet t'i fsheh sepse Allahu i Madhërum e ka caktuar këtë lloj mënyre për t'i kryer ato vepra. Me qenë se Allahu i Madhëruar i ka caktuar këtë lloj mënyre, do të thotë që mënyra më e mirë për t'i kryer ato është duke i bërë të hapur dhe është duke i bërë bashkarisht me njerëzit e tjerë. Mirpo ajo e cila do ta shkatronte këtë vepër që ti e bën në mënyrë të hapur, është ndonjë mburje që ti mund ta tregosh dhe të mburresh para të tjerëve për kryerjen e asaj vepre. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari pa marrë parasysh llojin e veprave ta ruajë niyetin e tij. Pastaj veprat të cilat bëhen në mënyrë të fshehtë, të cilat mund t'i bëj larg syve të njerëzve, nuk ka pse ti ekspozoj. Pra, ato të cilat Allah i ka caktuar siç janë 5 kohët e namazit, nuk ka pse ti fsheh, edhe pse është vepra më e mirë dhe më e dashur tek Allahu i Madhërum. Në anën tjetër, veprat të cilat janë të fshehura dhe mund t'i bësh vetëm larg syve të njerëzve, duke u përkushtuar tërësisht Allahut të Madhërum, nuk ke pse ti ekspozosh. Pra balanci është që bëj veprat që bëhen me xhamat, me grup, duke pastruar niyetin, dhe veprat të cilat i bën në vetmi, mos i ekspozo sepse nuk ka kur far le të themi dobi nga ekspozimi i tyre. Or Zoti shpëlbeft për ta këshilla, Zoti nderoft. Allahu ju shpëlbeft. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për syfaqësinë, nëse përmbledh atë që tha Hoxha, duhet që njetin ta qartësojmë, njetin ta kemi vetëm për hatër të Zotit dhe kështu çdo vepër që e bëjmë në mënyrë të hapur, kemi të ruajtur dhe kemi me sevap tek Zoti. Ndërkohë nëse njetin e kemi të deformuar, edhe ato vepra që ndoshta i kemi bërë fillimisht në fshehtësi, njeti i mangët do t'i bëjë që të kërkojnë pëlqimin dhe mburjen përballë njerëzve, çka humbin shpërblimin tek Zoti dhe çka na sëmurin zemrën të gjithë dhe ka pastaj efekte të shumëfishta. Unë falenderoj që na ndoqët dhe lut Zotin që këto këshilla të jenë të dobishme për gjithë dhe në këtë rrugëtim, veçanërisht në këtë muaj shërimi. Miru takoheshim nesër me një tjetër të ftuar me një tjetër temë.